Media amerikane zbulon detajet prapas skenave të sulmit. Avionet luftarak izraelit u ngritën në orën 6 të mëngjesit dhe 2 orë më vonë, bombat shkatërruan kompleksin ku ndodhej Khamenei. Për herë të tretë udhëheqësit e boshtit, shit, u kapën në befasi. CIA e gjeti Izraelin e vrau, kështu përfundoi. Në mes të ditës, karriera e gjatë e Ali Khameneit, simbol dhe udhëheqës i Republikës Islamike dhe për herë të tretë udhëheqësit e boshtit shit, u kapën në befasi nga armiku në mes të një krize. Media amerikane New York Times kanë rindërtuar disa faza të operacionit që përfunduan me prerjen e re të kokës së regjimit iranian. Një mision i kryer nga 2 agjenci inteligjencë të mësuara të bashkëpunojnë në një fushë ku aleancat kanë rëndësi vetëm për një mas të caktuar. Amerikanët e kishin ndjekur udhëheqësin për muaj të tërë, një figurë që i kishte kufizuar paraqitet e tij në minimum për arsye shëndetësore dhe sigurie. Ai e dinte se ishte në krye të listës të hartuar nga Donald Trump dhe Netanyahu në Teheran. Ata gjithmonë thoshin se ai ishte i sigurt në një stret të sigurt, i mbrojtur nga kontrollet e përpikta për të parandaluar më të keqen. Përveç se mburoja ishte thyer, SBA-t mblodhën informacionin mbi një takim të udhëheqësve të lartë Brenda Bay, El Rahbari, kompleksit në kryeqytet që përfarson një lloj qendre strategjike, prandaj ata nuk kishin nevojë të kërkonin atë, kush e di se ku. Ai nuk ishte fshirë në një shpellë në shpatin e një mali apo në një apartament anonim. Pasi konfirmuan ose pothuajse konfirmuan praninë e tij, ata ja kaluan informacionin IDF-s, një përmbysje e asaj që ndodhi në janar 2020 ku izraelitët gjurmuan lëvizjet e fundit të Qesem Soleimani, kreu të divizionit Quds të Pasdaran. Ky model më pas lejoi një dron amerikan të eliminonte atë pranë aeroportit të Bagdadit, Irak. Ajo vrasje precize përsëri urdhëruar nga Donald Trump u konfirmua gjithashtu.